Njeriu kur ka ulje të magnezit ndihet i lodhur, i këputur, është i përgjumur, nuk ka forcën e duhur. Këto janë pak a shumë që domethënë që nga ana klinike. Pastaj nëse bie shumë atëherë ka shumë probleme, po normalisht njeriu i merr 200-300 mg magnezium. Këtu në Shtetet e Bashkuara për shembull, këto thonë që Federata Medikamenteve dhe Ushqimit thonë që nga 500 që mirën dikur para 50-60 vjetësh, tash njerëzit kanë 200-250 mg magnezium me ushqime. Magneziumi në ujë është dhe merret shumë kollaj, sepse duke pirë ujë sa më shumë mund të marrësh edhe magnezium dhe elemente të tjerë, kuptohet, ka dhe kalcium, ka dhe kalium e gjitha. Duhet të jap një fakt shumë të rëndësishëm. Nga viti 2002 deri në vitin 2011 në Izrael është bërë një studim. Izraeli ka ujë të pishëm 3/4 është i demineralizuar. Për shkak se ata marrin ujë që duket nga deti edhe demineralizojnë dhe përdorin ujë të pishëm. Mirë po, gjatë këtij studimi që është bërë tek pacientët që pinin ujë të demineralizuar dhe krahasuar me ata që ishin me ujë normal, domethënë që kishin mineralet që kishin magnezium, sëmundjet e këta, sëmundjet kardiovaskulare, të këta që ishin me magnezium të demineralizuar, ishin shumë më të larta në krahasim me ato. Domethënë statistikat që bën nga studimi. Një shishe ujë nga ato 1 litër që unë përdor këtu, ka rreth 7.5 mg magnezium. Mund të themi që janë sëmundjet e zemrës në radhë të parë, infarkti, para infarkti që i themi ne, hipertensioni, uljen e kolesterolit, edhe të yndyrave të tjera, pastaj mund të fillojë me gjitha sistemet, sistemi nervor, migrena, tromboza, sistemet e këto nervat periferik, pastaj mund të vazhdojmë me sistemin kockor, në osteoporozën, në sëmundjet e aparatit tretës, sidomos në refluksin e gastroezofageal, që domethënë rikthimi i lëngjeve nga stomaku në duoden, në kapslëk, dihet që magneziumi ka efekt laksativ, i themi ne, domethënë që zbut ato përmbajtjen e meturinave të jashitjes edhe ka efekt laksativ. Dikur ne magneziumin ja kemi përdorur dhe përdor edhe sot. Magnezium oksid është përdorur për stomakun, për qetësimin e dhimbjeve të stomakut. Është edhe sot ai përdoret, por nuk është në plan të parë, ka shumë ilaçe të tjera që kanë dalë tash prej vitesh që trajtojnë këto. Po në sëmundjet e sistemit nervor, në epilepsi, në migren, sidomos në migren, është shumë e rëndësishme të theksojmë që është një sëmundje që është shumë që njerëzit vuajnë shumë edhe në spital për shembull bëhet magneziumi intravenos, kur shkon një smur me krizë migrene bëhet intravenos. Ndërkohë, disa pacientë nuk di që marrin dhe këtu, që marrin magnezium suplement. Sepse është dhe një gjë që më duket se e theksova edhe më parë, që disa sëmundjet kronike në tërësi e kanë më të ulët se sa njerëzit e tjerë normal magnezium, për shkak të veprimit që ka sëmundja kronike në organizmin e njeriu dhe nevojat që ka e kanë edhe më të ulët. Kështu që njerëzit që marrin magneziumin suplement, ka shumë njerëz që marrin, unë njoh plot njerëz edhe këtu, ai qetësojnë në fillim kur shkojnë atje, ose nëse e pinë si suplement, mundet që magneziumi të qetësoj dhimbjen, ose ta bëj më të lehtë edhe atë zgjatjen e atakut është më i shkurtër. Ose nuk e kap fare. Ka plot njerëz që thotë, "Oh, jam free from magnezium për 2 muaj, 3 muaj, nuk kam pas dhimbje", thotë. Ose ka njerëz, dikush më tha mua, "Kam 2 vjet që s'më dhëm koka nga për shkak se unë marr magnezium suplement rregullisht." Se është e rëndësishme ta marrësh edhe rregullisht. Edhe këshillohet nga mjekët e nutricionit, këshillohet që të merret me vitamin riboflavin ose vitamin B2. Janë shumë sëmundje tjera, edhe astma, dhimbjet e trupit, dhimbjet e mezit, dhimbjet e muskujve, pagjumësia, janë 50 sëmundje këto. Në fillim, për të mbushur nevojat e trupit, është 3 deri 6 muaj rekomandohet, po sa thonë edhe deri 1 vit,
Po 36 muaj besoj se janë të mjaftueshme për të marrë dozën që rekomandohet nga FDA, Departamenti i Shëndetit dhe ushqimit këtu në Shtetet e Bashkuara. Është një dozë 420 mg, po u kam tabela për atë, mirë është me nxjerr për publikun. Kjo është doza për 420 mg dhe 400 mg për të rriturit dhe 320 për burrat dhe 320 për gratë. Pastaj ka për shtazani, për fëmijë, për gjitha ajo tabela është shumë i rëndësishëm për kockat. Është shumë i rëndësishëm sepse magneziumi ka një veti që ta themi që në fillim që kontrollon shumë kalciumin, në kuptimin ata janë kompetitiv. Është një shprehje këtu në këto libra dhe kështu, ata vallëzojnë me njëri tjetrin, i thonë, në kuptimin që ndikojnë tek njëri tjetri nëse janë në nivele normale në organizëm. Kalciumi është nivel normal në organizëm. Shumë rrallë ndodh që kalciumi ulet, sidomos në moshat e vjetra, te gratë pas menopauzë dhe ai ulet. Por në dietën e sotme, thuhet që kalciumi dhe magnezi, raporti midis tyre duhet të jetë 1:1 ose 2:1 në favor të kalciumit. Ktu ka shku 5:1 dhe disa thonë edhe më shumë 10:1 në favor të kalciumit. Këto 50-60 vjet e fundit që janë shtu shumë produktet e bulmetit, janë shumë fast foodet, ushqimet që nuk njerëzit i përdorin, i shijojnë, po nga ana tjetër nuk duhet u dinë vlerën kur edhe sasinë që marrin, se ka rëndësi edhe shumë se sa sasi marrin. Se bulmeti nuk ka qenë përpara, njerëzit kanë jetuar edhe pa bulmet. Pastaj ne kalciumin nuk e marrim vetëm nga bulmeti, kalciumi ndodhet në gjitha këto zarzavatet e perimet e sallatrat, gjithë jeshillëqet kanë shumë kalcium.